Nderuar xhamat, vëllezër besimtar, bashkëmbas, më lejoni që në këtë mëngjes të hershëm t'ju përshëndes, t'ju freskoj me përshëndetjen e xhennetit, përshëndetjen e njerëzve të lumtur këtë botë dhe në botën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Mirë se po takohemi pas një muaji angazhim, adhurim, agjerim, solidaritet, humanizëm, altruizëm dhe shumë e shumë vepra dhe punë të mira, duke lutur Zotin fuqiplot që Ramazani të ketë mbjellur në shpirtrat dhe zemrat tona mirësinë dhe afërsinë me Allahun xhelle xhelaluhu. Rrjedhimisht lutim Allahun fuqiplot që Ramazani na ketë dhënë mësimet e duhura për cilat kemi nevojë në këtë botë, e pastaj do të kemi nevojë edhe kur do të dalemi para Allahut xhelle xhelaluhu. Vëllezër besimtar, Ramazani si hyrje e ligjëratës të Bajramit ishte një, nëse mund të themi në këtë formë, një lloj kanali i komunikimit shpirtëror mes neve dhe Zotit. Sepse synimi i Ramazanit ishte që ta merr shpirti kontrollin mbi trupin. Dhe e keni vërejtë se në Ramazan ishëm shumë të lumtur, shumë të kënaqur, sa që kishte momente kur i thëshëm vetes tonë, a jemi na këta të njëjtit që ishëm përpara Ramazanit? Nga po na vjen kjo kënaqësi, nga po na vjen kjo lumturi e mbrëmshme gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Dhe përgjigjen e kemi gjetë. Kjo ndodh për shkak se jemi kaq të lumtur, kaq të kënaqur, sepse jemi duke angazhuar maksimalisht për qëllimin për cilin na ka kriju Allahu. E qëllimi për cilin na ka kriju Zoti është: nuk i kam kriju as xhenet as njerëzit, thot Allahu në Kur'an, për asgjë tjetër vetëm që ata të më adhurojnë mua. Kur njeriu merret me qëllimin e krijimit, e që është adhurimi i Zotit, çdo vepër dhe punë me bën për hir të Allahut, atëherë shpirti i tij e ndjen kënaqësinë dhe lumturinë që na e kemi ndje gjatë një muaji Ramazan. Ramazani shkoi, por mësimet dhe përfitimet e tij duhet me na shoqënu gjatë komplet vitit. Dhe ky është një prej synimeve të Ramazanit. Pas Ramazanit për neve është një test tjetër, se a thu kemi marrë mësim nga Ramazani apo nuk kemi marrë mësim prej Ramazanit. Prej neve kërkohet që të jemi të vazhdueshëm edhe pas Ramazanit me vepra, punë të mira dhe angazhime të mira. Pra prej neve kërkohet që edhe pas Ramazanit të garojmë vepra dhe punë të mira me të cilat është i kënaqur Allahu dhe rrjedhimisht edhe i dërguari i tij, por edhe njerëzit në përgjithësi. Pas një muaj angazhim, pas një muaj adhurim, pas një muaj agjerim dhe sakrificë, vjen dita e festës. E veçanta e festave në Islam, e sidomos dy festave kryesore, Kurban e Fitr Bajrami, që tani është pra Fitr Bajrami, të dyja të vinë pas një adhurimi, pas një angazhimi të madh. Edhe xheneti, hyrja në xhenet, është festa më e madhe që do ta ketë robi në botën tjetër, por jo vetëm botën tjetër, po do të jetë festa më e madhe për njeriu që cilin e ka kriju Zoti dhe i cili është përmbajt qëllimit për cilin e ka kriju Allahu. Udkhuluha biselamin aminin. Banorëve të xhenetit ditën kur do dalën përpara Allahut do t'i thuhet: hyni në xhenet
në paqe, të sigurt nga gjitha ato të lashet, problemet, pasigurit që i keni përjetuar në dunja. Njeriu në këtë botë përjeton sprova të ndryshme, përjeton pakënaqësi ndoshta të ndryshme, përjeton situata të vështira që vetëm në hijen e besimit në Zot ka mundësi me ja dal. Vëllezër besimtarë, të gjithë ne që jemi përkohësisht në këtë botë, e i vetmi i cili është i pa fillim dhe i pa mbarim është Allahu, jemi në pritje të një jete të amshushme. Allahu në Kur'an, në një prej sureve të shkurtra të Kur'anit, unë do t'i përmenim vetëm ajetet e fundit, thot Allahu xhalleshanuhu, kush punon qoftë një punë të mirë, qoftë sa grimca e atomit, atë do t'a gjejë. Por të njëjtën kohë kush punon një punë të ligë, po ashtu qoftë sa grimca me em të atomit, edhe atë do t'a gjejë. Pra njeriu veprën që e bën në këtë botë, qoftë e mirë apo e keqe, e vogël apo e madhe, do t'a gjenë kur do del përpara Allahu xhalleshanu. Gjithçka që na rrethon neve në këtë botë e ka një qëllim për cilën e ka kriju Zoti, e ka një funksion. Dhe si zakonisht gjithçka në këtë botë e bën punën, e bën angazhimin që i shërben qëllimit për cilën është kriju. Qofshin ato shtaz, apo qofshin shpez, apo qofshin bim, pra bota bimore, shtazore, çfarë do të qoftë lloji i botës cilën Zoti e ka kriju, e kuptum ne apo nuk e kuptum, aja e ka një qëllim për cilën Zoti e ka kriju, qoftë në mënyrë instiktive apo në forma tjera që Zoti e ka frymëzuar, e kryen rolin me përpikmëri të plot, duke ju përmbajt ligjit të natyrës cilën Zoti e ka vendosur dhe për cilën e ka kriju. Pra, edhe kjo letra që e kam përpara vetes, edhe mikrofonin cilin e përdori, edhe kjo kamera që është para, dhe gjithçka që na këtu mjete që i kemi, secili është destinu, e ka një rol për cilin ai është prodhu, apo nëse flasim për krijesat të Zotit, është kriju. Nëse gjithçka në këtë botë, edhe dielli, edhe hana, edhe planetet, edhe kozmosi, edhe galaktikat, edhe rruga e qumshtit, edhe gjithçka që na e shohim dhe nuk e shohmi, e ka rolin e vetë për cilën Zoti e ka kriju, dhe në përjashtim të njeriut, pothuajse dhe natyrisht edhe krijesa tjera e gjinëve, gjithçka tjetër Zoti e ka kriju në atë formë, e ka nënshtruar që me i shërby krijesës më dalluar të Zotit që e ka emrin njeri. Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, e kemi kriju, thot Allahu, njeriu në formën më të përsosur. Mirë po kur kthehemi te njeriu, edhe pse Allahu xhalleshanu njeriu e ka kriju në formën më të përsosur, duke dalluar nga gjallësa tjera edhe me fizionomi, pamje, por mbi gjitha me intelektin, mendjen, e shohim që shpeshherë njeriu e devijon rolin apo qëllimin, apo e neglizhon, apo nuk e njeh fare për cilën Zoti e ka bën që me qenë njeriu në këtë botë. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, kujto kur Zoti i tha melekëve, anxhu i tij, unë po krijoj një mekams timin në tokë. Pra Allahu po na tregon që njeriu në këtë botë ka një rol, ajo është rregullatori, ajo është përgjegjësi, ajo është mekamsi, ajo është përfaqësuesi, nëse mund të themi në këtë formë, i Allahut xhalleshanuhu në tokë. Dhe prej njeriu të kërkohet që tokën ashtu siç Zoti ja ka dorëzuar, e pastër prej gjunohave, e pastër prej devijimeve, e rregulluar në formën më të mirë të mundshme, rendin global, rendin në tokë, përgjes për rujtjen e sigurisë të saj, është qenia që e ka emrin njeri. Mirë po, megjithatë, apo me thonë ndryshe, fatkeqësisht, shohim se dikush jeton në farforme për të ushqyer fëmijët e tij, apo për t'ja plotësuar nevojat e tyre, dhe edhe pse kjo është një qëllim shumë fisnik,
që njeriu me u përkujdes apo me eduku brezën e ri, prap se prap e kuptojmë që ky qëllim është i mangët nga i qëllimi madhor për cilin Zoti e ka kriju njeriu. Nëse njeriu e sheh që qëllimi kryesor është ky, me kriju familje, me pas pasardhës, atëre pyetja që do ta kesh sfidu këtë lloj qëllimi parcializun apo jo kompletun, do të ishte se shpesh herë nëse njerëzit kanë qëllim vetëm me kriju familje, me gjetë vlad, atëherë dhe kjo është qëllimi që njerëzit e llogarisin se arrin tek kënaqësia apo lumturia e plotë, shohim që Allahu xhaleshanuhu, atëherë pse do t'i kishte sprovu prindrit me vdekjen e vladëve apo fëmijëve të tyre? Në momentin kur ndodh vdekja e një evladi apo një fëmije, atëherë prishet edhe ajo lumturia për cilën nëse njeriu ka vendosur vetëm qëllim krijimi i familjes apo shtimi, dhe këtu nuk dallon shumë edhe pe krijesat tjera, sepse edhe krijesat tjera pjesë përbërëse të jetës tyre e kanë edhe riprodhimin. Pastaj kemi një kategori të njerëzve që e llogarisin se qëllimi i tyre në final në jetë është që sa më shumë me bë pasuni, sa më shumë me grumbullu, edhe kjo në esencë nëse bëhet në formë të lëshme nuk është ndalueshme. Por nëse bëhet qëllimi kryesor vetëm që njeriu me arrit sa më shumë pasuni, e shohim se është e mangët. Shpesh herë njeriu nuk e arrin pasuninë të cilën e synon, dhe shpesh herë nuk e gëzon atë që e ka tubu, sepse dalin rrugë pengesa tjera, cilat ja pamundsojnë që njeriu me arrit atë kënaqësinë cilën e ka synuar nëpërmjet pasunisë. Dikush tjetër, edhe pse ndoshta nuk e shpreh, mirë po qëllimi që ai e kupton nga jeta e tij në këtë botë është që këtë jetë ta shijojë sa më shumë. Tarktohet, vrapon mas pasionëve të tij, mas dëshirave të tij, me një fjalë aq sa ka kushtimisht po tham ymër, dhe ai qëllimin final e ka që një mu kënaq pa e pas një lloj përkufizuesi i cili apo drejtuesi i cili i tregon se cila është rruga që ai duhet ta ndjekur. Edhe i tilli shpesh herë nuk e arrin kënaqësinë cilën e ka synu, sepse vjen vdekja e cila ja prish të gjitha planet cilat i ka pas për para vetes. Pra, me një fjalë, qëllimet e njerëzve janë të ndryshme. Ka njerëz cilët qëllim një jetë e kanë dhe mendojnë që nëse arrin atë qëllim janë të lumtur, është fama, që të jenë famshëm, që njerëzit i njohin emrin e tyre apo ta njohin personalitetin e tyre. Dhe këta njerëz vrapojnë mas famës, mas karrierës, dhe edhe këta njerëz sikur në kategoritë e mëhershme, akoma pa bë famë, akoma pa bë karrierë, ai futbollisti ndoshta mesin e karrierës tij duke luajtur vdes në fush, ai tjetri duke proklamu qoftë ai artist në skenën e tij vdes, pra në farforme nuk e arriti qëllimin apo atë qëllimin e tij që ai e ka kuptuar për jetës. Mirë pa Allahu xhaleshanu nuk na kalon që ne të vrapojmë mas këtyre qëllimeve cilat na devijojnë nga qëllimi madhor për cilën Allahu na ka kriju. Zoti na ka treguar që nga dita e parë se njerëzit dhe xhenet nuk i kam kriju për asgjë tjetër, vetëm ata që mu të më adhurojnë. Pra adhurimi në kuptimin universal gjithëpërfshirës nuk do të thotë vetëm ardhja në xhami, apo kryerja një rituali, apo kryerja një obligimi. Adhurim do të thotë që njeriu me tërë shenjën e tij, me tërë kapacitetet e tij, qoftë ajo koha, qoftë pasuria, qoftë detyria, qoftë familja, qoftë farefisi, gjithçka që ka në dispozicionin e tij, me pas një synim të qartë, e ai synimi është që njeriu m'ia kujtu vetes se në këtë botë është i përkërshëm dhe ai do del përpara Allahut. Pra synimi është që me angazhimin e tij, me veprat dhe punët e tij të mira, me arrit kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Pra, Allahu në Kur'an para 1400 vitesh na tregoi se ky është synimi, ky është qëllimi,
në për cilin besimtari duhet ta ketë në jetën e tij. Pra dunjaja, me gjithë çka na ka dhënë Zoti, duhet jetë në dorën tonë, jo në zemrën tonë, por zemra duhet jetë ajo e cila e drejton dunjan ka synimet ma fisnike, ma sublime, për të arritur kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Njeriu duhet t'ia kujtoj vetes se jemi në pritje një jetë të amshushme dhe në jetën tjetër ne do të dalmi para Zotit fuqiplot. Aty do t'japim përgjegjësi për veprat dhe punët tona pa marrë parasysh a i dim apo nuk i dim, a i kemi harru apo nuk i kemi harru. Allahu xhalleshanuhu nëpërmjet pejgamberëve, nëpërmjet librave të shejta, këtë situatë, këtë pjesë të jetës njeriu që jemi në pritje të saj, njeriu do t'ja rikujton në mënyrë që njeriu mos ta devijon rrugën për cilën Zoti fuqiplot e ka kriju. Allahu në Kur'an, këtë surën që une e përmenda vetëm 2 ajetet e fundit, kushdo që bën mirë, qoftë sa grimca me em të atomit, kushdo që bën mirë, apo keq, qoftë sa grimca em të atomit, njeriu do ta gjejë, do të llogaritet, do të merret në pyetje për ta. Në njëjtën surë Zoti thot, kujto kur toka do ta nxjerr nga brendësia e saj një mori lajmesh. Pra, paramendone edicioni kryesor i lajmeve, ditën kur do dalën përpara Allahut, kur do të bëhet ringjallja, do të jetë se toka është e mbushur me sekrete, sepse njerëzit çka do që veprojnë, aja ruhet. Dhe Allah kështu shprehjet, paramendone atë ditë kur toka do të flet, do t'ju drejtohet. Çka do të flet toka, pyetën pejgamberin alayhis salam. Cila do të jenë lajmet që do t'i jap toka, planeti jon? Pejgamberi tha toka do të dëshmon për secilin njeri, kush do të qoftë ai që ka shkelën në sipërfaqen e saj, se çfarë ka vepruar. Secilin njeri, se çfarë ka vepruar në sipërfaqen e tokës, toka do të bëhet dëshmitar, një prej dëshmitarëve të Zotit, do të tregojnë se filani, filan dite, filan kohë, filan viti, filan ore, filan minuti, filan sekundi, ka vepruar kështu ka vepruar. Subhanallah. Asgjë njeriu, pra asgjë që njeriu ka vepruar, nuk do t'i ik fokusit apo regjistrit me legve apo dijes të Allahut xhaleshanuhu. Pra, Allah na ka tregu që kjo botë është ara e cila duhet mbjellet. Është ara për cilën duhet përkujdesmi. Edhe pse është e përkohshme, është shumë e rëndësishme për neve. Sepse puna jon, angazhimi jon është në dunja, nuk është në ahiret në botën tjetër. Prandaj puna e ndershme, adhurimi fisnik për hir të Zotit, angazhimi jon pozitiv, janë ato cilat neve na dhojnë emrin, pra janë ato cilat edhe kur ne do të dalim prej kësaj bote, edhe kur nuk do të jemi mbi sipërfaqen e tokës, po do të jemi në barkun e saj, ato ne do të lajmë gjurmë mbi këtë tokë, e cilat gjurmë do të dëshmojnë përpara neve, qoftë për mirë, apo Zoti na rujt qoftë për lig. Prandaj me vdekjen e njeriut, vëllezër besimtar, nuk përfundon jeta e njeriut. Me vdekjen e njeriut vdes trupi i tij, kurse shpirti i tij kthehet tek Zoti nga e ka dhe origjinën. Pra jeta, sekreti i jetës tonë, ne si persona, nuk do të varrosemi në tokë. Në tokë është rroba cilën e kemi përdor, dhe cilës i ka dalë afati, sikur një rrobë që e përdor njeriu. Kurse shpirti, jeta tonë, jeta e jonë, do të kthehet tek Allahu xhaleshanuhu. Pyetjen që do të më bëj vetes. A do të jemi ai shpirti i lumtur, i kënaqur, edhe momentet kur do të vinë melek me na marr shpirtin, do të na thuhet: "O ti shpirti i qetë, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna." Kthehu te Zoti yt i kënaqur me Allahun dhe Allahu i kënaqur me ty. Hyn mesin e robëve të mirë, hyn mesin e banorëve të xhenetit. Apo do të na thuhet: "O ti shpirti i ligë dhe i keq." Sepse dy personazhe janë. Nëse dojmë me qenë ai shpirti i lumtur dhe i kënaqur, në momentet kur do të hiqet perdja, sepse kur vjen momenti i vdekjes, ne përpara vetes e kemi një perde, sikur ky muri që është. Nëse na
nuk besojmë që ka diçka pas murit. Për shkak se e shohim pengesë, jemi shumë gabim. Se dikush mundet me hiq këtë murit dhe shohim aja. Kështu është edhe puna e botës tjetër. Momentin kur njeriu përballet me të dërguarit e Zotit me lek, e kupton realitetin se kjo dunja pas ka qenë shumë e vogël. Nuk ja pas ka vlej që mu prish për njëri tjetrin. Nuk ja pas ka vlej që me xhelozun njëri tjetrin. Nuk ja pas ka vlej që me urrejt njëri tjetrin. Nuk ja pas ka vlej që me hub orientimin për cilën Zoti na ka kriju. Pra, për aja çka na kërkohet prej neve, Allahu po na mëson nëpërmjet pejgamberëve është që para se të vijë kjo kohë ne të jemi të gatshëm. Nuk ka fest më të madhe se sa kur robi takohet me Zotin, nëse robi ka shkuar rrugës së Zotit. S'ka fest më të madhe. Allah i ka përshkruar edhe fytyrat e njerëzve të mirë. Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. A ditë keni me pa fytyra të cilat bojnë dritë, nur, sepse shiqojnë Zotin fuqiplot. Zoti i pari. Kur Zotin e kemi të parin në jetë, ne kemi vlerë. Sikur ato zerët që vinë pas nishit. Kur zerët vinë pas nishit, kanë vlerën, dhe në matematikë, thjesht. Po që se këto zera i vendosën për para nishit, janë pavlefshme. Nëse nishi është Allahu, dhe ne shkojmë pas Zotit, e ndjekum rrugën e tij, edhe pse jemi zera mesën e krijesa që Zoti ka kriju, po kemi vlerë, sepse jemi të jetu, jemi të përbajt programit për cilën Zoti na ka kriju. Po që se e lojmë qëllimin për cilin na ka kriju Allahu xhaleshanu, atëherë do të bëhemi zera të cilat nuk kanë asnjë vlerë. Pra, njeriu akoma parë në këtë botë, në embrion, barqet e nënave tona, s'kemi ditë kur gjë. Dhe Zoti na ka kriju me gjymtyrë cilat edhe sot i kemi. Mirë po, gjymtyrë tona në periudhën e parë, në barqet e nënave tona, nuk kanë pas ndonjë funksion. Pastaj kemi ardhur në këtë botë dhe me kalimin e kohës e kemi kuptuar që na vijnë edhe durt, na vijnë edhe këmbët, na vijnë edhe gjuha, goja, na vijnë edhe syt, edhe vesht. Pas qëndrimit tonë të përkohshëm në këtë botë, do të vjen momenti kur ne do ta lojmë këtë botë, dashtëm apo nuk dashtëm, na pëlqej apo nuk na pëlqej. Dhe do dalim në botë tjetër ku secili veç e veç do del përpara Allahut xhaleshanu. Dhe aty do të kemi dy rrugë. O xhenetin, i cilin ashtu e ka kriju Zoti në atë formë sa që syri kur s'ka pa pamje më të bukura. Melodi më të mira veshë nuk ka dëgju. As mendje njeriu nuk ka mujt me shku. As imagjinata e tij s'ka mujt me përthëku. As mendja njeriu me kap. Se ka shi bukur, ka shi mirë, është xheneti, cilin do të jemi përgjithmonë, ku s'ka as vdekje, ku s'ka as smundje, ku s'ka as pleqni, ku s'ka as luftra, por ka vetëm siguri, kënaqësi, lumturi dhe paqe. Ana tjetër e medaljes, për ata cilët nuk ju kanë bind urdhnit Zotit, është vujtja, është burgu, është dënimi, është xhehenami, Zoti na rujt. Inshallah, Zoti na bën prej atyre që e kemi të qartë qëllimin për cilën Zoti na ka kriju. Të përgatitemi për jetën e cila është në pritje. Me këto nuk kam dëshirë me thonë që të përgatitemi që njeriu tash non stop mendja e tij, fokusi i tij me qenë te vdekja, por të përgatitemi me vepra dhe punë të mira, duke qenë mas pari qytetarë të mirë këtij vendi në cilin jetojmë, do bishëm për komunitetin, do bishëm për shoqërinë, do bishëm për njëri tjetrin, do bishëm për familjen. Nëse doni me ditë se cili është më i miri në mesin tonë, Allahu na ka treguar: inna akramakum indallahi atqakum, më i ndershmi, më fisniku, më i miri në mesin e juaj është ai i cili ka më shumë të frikë respekt për Zotin.
E pyetën pejgamberin alayhis salam, ja Rasulullah, cili është njeri më i mirë? Njeri më i mirë të Zotit, cili është njeri më i mirë? Pejgamberi alayhis salam tha, njeri më i mirë për jush është ai i cili është më i dobishëm për njerëzimin. Zoti na përdoft për hajër, na i fal gabimet, shimet tona, na i pranoft ibadetet, adhurimet tona, na bof prej atyre ato që e flasëm e veprojmë. Inshallah Zoti, siç na ka bashkuar në këtë vend, na bashkon në xhenetet e tij. Allahumma amin.